Prej vitesh, pylli i Sodës, i cili është nën administrimin e Bashkisë së Vlorës një pjesë, por edhe zonave të mbrojtura pjesa e tjetër, është degraduar thuajse në pjesën më të madhe të tij. Pemë të rëna, mbeturina të cilat i gjen kudo, edhe pse her pas here Bashkia e Vlorës së bashku me institucionet e tjera kanë marrë nisma për pastrimin e pyllit të Sodës. Megjithatë, ditët e fundit është folur se Bashkia e Vlorës ka nisur një projekt për rehabilitimin e pyllit të Sodës, dhe konkretisht për largimin e drurve të rënë nga moti i keq. Lidhur me këtë aksion të Bashkisë së Vlorës, duket që është shfrytëzuar edhe dora e njeriut, çka do të thotë në pyllin e Sodës duken qartë pemë të cilët nuk kanë rënë nga era e fortë, por janë prerë nga sharra e dorës së njeriut. Rehabilitimi i pyllit të Sodës në Vlorë është projekti i harruar mes pemëve të rrëzuara dhe mbeturinave të shumta të pyllit të Sodës, një nga hapësirat e pakta të gjelbërta në qytetin e Vlorë. Ndodhet sot në një gjendje të mjerueshme, larg çdo premtimi për rehabilitimin dhe rigjallërimin. Projekti shumë përfolur për rikthimin e kësaj zone të pastër dhe të aksesueshme për qytetarët, duket se ka mbetur ende në letër. Në një vëzhgim në teren nga Blu Televizion, dallohet qartë se në të gjitha sipërfaqen e pyllit janë shpërndar mbeturina të shumta, ndërkohë që pemët diku simboli freskisë dhe natyrës, sot janë të rrëzuara, të dëmtuara ose të lëna në mëshirë të fatit. Ndërhyrjet e papërgjegjshme nga dora e njeriut kanë themeluar dhe më tej degradimin e mjedisit në këtë zonë. Pylli i Sodës ka një rëndësi të veçantë jo vetëm për mjedisin e qytetit, por dhe për mirëqenien e banorëve dhe zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Pa ndërhyrje konkrete, ekziston rreziku që kjo bukurie natyrore të degradojë më tej, duke u kthyer në një hapësirë të pashfrytëzueshme dhe të rrezikshme. Cilësuar si moshkëria e qytetit të Vlorës, pylli i Sodës sot në gjendje të mjerueshme dhe një vend i grumbullimit të mbetjeve. Një situatë që kërkon vëmendje, por dhe ndërhyrje të menjëhershme për ta rikthyer këtë zonë në atë që presim të gjithë, të pastër dhe të aksesueshme.